Në skenën e teatrit kombëtar të Kosovës, të martën është krijuar një heshtje që e ka shtuar peshën e zërit të munguar. Në vendin ku për 4 dekada është dëgjuar një prej timbrave më të dallueshëm të rockut kosovar, është përkujtuar Shemsi Krasniqi, Shemi, vokalisti që ka shënuar një epokë të tërë të muzikës vendore. Komemoracioni ka mbledhur familjar, kolegë, bashkëpunëtore, përfaqësues institucional, duke krijuar një tablo që ka reflektuar qartë se trashëgimia e tij nuk ka qenë vetëm artistike, por edhe shoqërore. Shemi, i cili vdiq të hënën në moshën 70 vjeçare, ka qenë zëj një kohë që rrallë ka prodhuar figura të tilla. Zëj mbrëmjeve në Prishtinë, i revoltës kur ajo duhej shprehur, i ndejave dhe i kujtesës kolektive që përmes këngëve e ka gjetur një mënyrë për të artikuluar veten. Gjatë përkujtimit është bërë qartë se prania e tij në skenën e viteve 80 e 90 është parë si shtullunga e parë e identitetit rock folk në Kosovë. Në fjalën e tij, drejtori artistik i TKK-s Kushtrim Mehmeti ka kujtuar grupin i Lirët si një ndër pararendësit e bashkimit të rockut me elemente folklorike. Me grupin i Lirët, Shemi solli edhe këngë tjera të paharrueshme si Fjalë dëshiririt, Kënga Naimit, Larg vendlindjes dhe shumë krijime tjera që trajtonin atë dashurinë, madhin, identitetin dhe shpresën. Muzika e tyre ishte një bashkim i guximshëm i rockut me elemente folklorike, një gjuhë artistike unike që i dha muzikës shqiptare një dimension të ri. Sot nuk kujtojmë vetëm një këngëtar, kujtojmë një zë që na bashkoi, një artist që na dha guxim dhe një njeri që ka pas një trashëgimi të çmuar kulturore. Sipas tij, kujtimi i Shemit do të mbetet pjesë e emocioneve që zgjojnë këngët e tij dhe i historisë që nuk shuhet. Kujtimi i Shemit do të jetojë në këngë që këndojmë, në emocionet që na zgjojnë dhe në historinë që nuk do ta harrojmë asnjëherë. U prek në paqe e trashëgimia e tij do të jetojë për gjithmonë. Në sallë është ndier qartë se Shemi nuk është kujtuar vetëm si artist. Ai është kujtuar si një njeri që në kohë të tensionuara e të zymta e ka mbajtur publikun afër artit. Kjo nuk është ndarë nga konteksti i viteve 90-ta, periudhë kur me ndaljen e autonomisë dhe me fshikullimin e politikave represive, shoqëria shqiptare ka kaluar në një prej fazave më të vështira në Kosovën e Jugosllavisë së asaj kohe. Pikërisht në këtë klimë, në verën e vitit 1990, grupi i Lirët po regjistronte albumin Zgjohu Kosovë, një material që i është kundërvënë asaj që përditë rënonte hapësirën e lirë. Titulli i albumit ka qenë Thirrje. Kënga kryesore me të njëjtin emër, e kënduar nga Shemi, është shndruar në simbol të një zgjimi që lypej me urgjencë. Pjesë e komemoracionit ka qenë edhe një përmase afërt dhe intime e Shemit, ajo që rrallë ka dalë në publik, ndjeshmëria, butësia dhe mënyra unike se si ka komunikuar me njerëzit përreth vetes. Kolegët e tij e kujtojnë si njeri që nuk ngrinte zërin, një njeri me humor të hollë pas një gjurmë të ligjësisë. Naser Gjinovci, vokalist i bendit Minatori, mik dhe kolegi i Shemit, e ka sjellë një imazh të qartë të kësaj. Shemi ka qenë njëri që ka pas sens të humorit shumë. Ka qenë shumë i hareshëm. Po njëkohësisht Shemi nuk ka ditë me ful, ka ditë me përdit. Po nuk u kon ajo malinjoze. Ajo përkundër u kon simpatike nga ana e tina. Edhe karakteristikë e Shemit, po natyrisht edhe rinja dhe shokët përbashkët se ja kemi thonë në sy mirë të keq. Dimensioni familjar është dhënë me fjalimin e nipit Kastriot Grajqevci, i cili ka lexuar një tekst të shkurtër por të fortë emocionalisht, duke e nënvizuar rolin e Shemit si pjesë të kujtesës së popullit. Ndaj, ti nuk ishe veç pjesë e familjes sonë, ti ishe zë i njerëzve. Sot kur po ta lexoj këtë mesazh me zemër të thyer, po e kuptojmë edhe më fort sa shumë i ke takuar këtij vendi, edhe sa shumë ky vend ty të ka dashur. Ti ke ditë me mbajt shpirtin e popullit me këngë, me i dhanë za asaj që na lidh dhe nuk na shëmbull. Në
Në sallë ka folur edhe ministri në detyrë i kulturës Hajrullah Çeku, i cili ka theksuar se kontributi i Shemit nuk është vetëm artistik, por edhe shoqëror. Shemin e gjenim në muzikë, në televizion, në qytet edhe në kujtesën tonë kolektive, dashëtutje, sidomos. Kontributi i tij përveç artistik ishte thellësisht edhe shoqëror. Aktiviteti i Shemit me grupin I Lirët ka arritur të jetë përbashkues për të gjithë ne në periudhat më të vështira që kemi përjetuar si popull gjatë viteve të 80-ta dhe 90-ta. Përtej polemikave të viteve të fundit, përtej ndryshimeve të skenës, përtej kalimit të kohës, një gjë ka mbetur konstante në të gjitha fjalimet gjatë përkujtimit, se Shemi ka qenë një prej zërave të pak që e ka ndërtuar një estetik të qëndrueshme në muzikën vendore. Ka qenë zë I një shoqërie që kërkonte formë shprehjeje, ka qenë zë që I ka mbajtur njerëzit bashk, qoftë në ndejat e rinis, qoftë në periudhat kur kënga ishte më shumë se argëtim. Në teatrin kombëtar, heshtja e 1 minute nuk ishte vetëm nderim, ishte edhe një dëshmi se trashëgimia e Shemsi Krasniqit nuk matet me repertore diskografi, matet me mënyrën se si një zë është bërë pjesë e jetës së një vendi. Kërkoj një duar rrugitje shumë të gjatë për jetën, veprën të krijimtarin e tij.